Tani e para për transparencë me publikun, kur unë fola, prezentova gjithë ndryshimet në ligj, fola 18 minuta, ju folë 25 për të bërë pyetjet. Kështu që mos bëni si puna e atij që thoshte bëni si them unë, mos bëj si bëj unë. Kaloj me radhë tek pyetjet. Ju referuat raportit të Data Centrum, unë mendoj që raporti duhet parë si një lajm shumë i mirë për Shqipërinë. Edhe një element tjetër që ndoshta kaloi pak pa u vënë re, përmes cilit kuptuam dhe kush është mesatarja e shpenzimeve që ka një turist në Shqipëri. Nga raporti del është një vlerë prej 761 euro, që nuk është pak, pra një vlerë mesatare. Dhe po ta shumëzojmë të për numrin e turistëve, kuptojmë se sa shumë puna duhet për të luftuar evazionin, formalitetin, në mënyrë që të rrisim të ardhurat në buxhetin e shtetit, mbi të gjitha ta bëjmë turizmin si një sektor përfitimi më të gjerë ekonomik. Pra, duhet kuptojmë që dhe qasja qeverison ka qenë që duke forcuar, le të themi, turizmin, forcojmë ekonominë, po përmes forcimit të ekonomisë të përfitojnë dhe ata që kanë më shumë nevojë, dhe në rastin fjalë, siç e keni vënë re, qasja jonë është që sa më shumë të ardhur përfitohen nga turizmi, kryesisht të kanalizohen edhe si një mbështetje për pensionistët apo shtresat e tjera në nevojë. Kështu që në këtë këndvështrim ju lexoni pjesën që ju duhet, unë lexoj pjesën që na duhet, po mesazhi më i rëndësishëm është 89% e atyre që vizitojnë Shqipërinë, pra 90 veta të atyre që vizitojnë Shqipërinë e rekomandojnë të bëjnë turizëm në Shqipëri. Pastaj, se Shqipëria sipas jush, zonja Zhupa, nuk pas ka tren, kjo është një përgjegjësi pastaj që shtrihet në kohë, po në fakt tani më jemi pothuajse në përfundim të rivendosjes së linjës sekurodore dhe të trenit në Shqipëri. Unë besoj që vjet duhet kishte mbaruar sipas Belinda Ballukut. Besoj shumë që sapo kemi miratuar në kuvend një marrëveshje tjetër financiare që do të bëjë të mundur elektrifikimin e linjës sekurodore Tiranë-Durrës-Rinas, dhe pastaj siç u informuam dhe unë dhe ju, jemi dhe është në procesin edhe të le të themi të kontraktimit të operatorit që do të ofrojë shërbimin e transportit hekurodor të pasagjerëve në këtë linjë hekurodore, dhe ndërkohë që po ashtu besoj që kemi dhe lajmin e mirë edhe të fillimit të procedurave për, siç njoftuam me marrëveshjen, linja hekurodore Durrës-Kavaj-Rrugozhin, që është dhe ajo një element shumë i rëndësishëm, e cila do të ndikojë jo vetëm në transportin e turistëve, por edhe të banorëve dhe në lehtësimin e trafikut. Tani thatë diçka që lidhet me unë solla si shembull pjesën e Golemit, ku është një intensitet shumë i madh turizmi, por ka dhe një problematik të theksuar që unë e kam parë me sytë e mi, po doni ju nxjerrë edhe vitjet. Jam bërë dhe e vërteta është që ky është fakt. Pastaj unë nuk thash që lutem, unë nuk e ndërpreva. Do të më respektoni deri unë nuk nxora as një lloj tingulli. Sa kohë që ju folët për 25 minuta, më lini të flas unë tani me po. Ju keni gabim. Ju kam live Facebook 14 minuta. Ju folët 23. Kam pasur një shok në partinë tënde, Luli, që gënjente për orën, po nuk besoj që s'mundi ngjitse kjo e pirës orës. Ai atë pyesje sa është ora 1, ai thoshte 12, kurse dhe më ka marrë malli për të, po nuk është rasti. Po më shko takoj zoti Balla, po ta mbaroj, lutem. Po ta mbarosh, po nuk mund sa i përket mbetjeve,
padyshim që ndoshta mund të jetë edhe politike gjëja, pra ju mendoni që kryetari i Bashkisë Kavaje saboton me dashje pjesën e mbledhjes së mbetjeve. Unë nuk besoj që është kështu, është edhe çështje pa aftësie, por megjithatë duhet ta rregullojmë me ligj pjesën e hoteleve. Pra, unë mendoj që hotelet nuk mund të kenë të njëjtën vend pikë grumbullimi siç kanë banorët, por duhet të kenë një pikë dedikuar, pastaj qeveria e unë dhe ti pastaj të dy së bashku si ligjvënës duhet bëjmë dhe ato që nuk e kemi bërë si duhet, pjesën post legislation, pra pasi miratojmë ligjin se si qeveria i miraton, dhe t'ju them të drejtën, po e them tani, kërkesa ime për komisionin tuaj përgjegjës është që t'i kërkohet Presidentit e Republikës hyrja në fuqi me njëherë e këtij ligji, me qëllim që le të themi disa prej pjesëve që ngarkohet qeveria të fillojnë efektet me njëherë. Ju folët tu për ligjin për zonat e mbrojtura. Edhe mendoj zonja Zhupa që ky komision është komisioni duhur për ta filluar një transparencë të gjithë kësaj historisë së gënjeshtrave dhe të larje duarve nga përgjegjësitë që lidhen me vendimet që janë marrë për zonat e mbrojtura në Shqipëri. Juve personalisht, edhe si deputete e Vlorës, ju kam parë shumë të jeni shumë aktive lidhur për shembull me pjesën e lejes së ndërtimit të aeroportit të Vlorës në një zonë të mbrojtur, po patjetër. Edhe ju kam parë dhe shumë aktive për pjesën që lidhet me projektin e madh zhvillimor në zonën e Zvërnecit. Ashtu. Tani, për ju dhe për gjithë ata që në ndjekin, sot po ju bëj publike se kush i ka firmosur vendimet për aeroportin e Vlorës edhe për zonën ndërtimore, zhvillimore, turistike në Zvërnec. Personi quhet S-A-L-I-B-E-R-I-S-H-A, Sali Berisha. Ja, ku e keni. Lexo dhe zonën ku ishte aeroporti. Nuk ishte në atë zonë që e bëni ju, zoti Balla. Jo, po nuk gënjen dot me mua. Sali Berisha, Genc Ruli, Sali Berisha po e kishte vizion aeroportin e Vlorës, po në një zonë tjetër. Jo, nuk e mbaron në gënjeshtër, nuk e ka në zonën ku bën ndërton ti. Aeroporti ekzistues është vendimi, lutem, ja ku e ke. Nuk e ka në të njëjtën zonë. Ja ku e ke zonjë, mbi bazën e këtij studimi është dhënë dhe leja e ndërtimit të aeroportit. Studim urbanistik për zhvillim turizmi dhe mbrojtjen e Bregdetit në hapësirën bregdetare deri te Vjosës në Vosel. Ja, nëse unë gënjej, shkon. Sepse nuk ka dhënë zoti Berisha, mbaj përgjegjësi. Po nuk është në të njëjtin zonë. Tani ky është vendimi italian aeroporti. Dhe ta mbaroj. Tani shkojmë ke Zvërneci, se iku aeroporti. Jo, nuk iku aeroporti, do rrim te aeroporti se nuk ka qenë në të njëjtën zonë. Mos abuzo me mikrofonin kur të mbaroj unë do flasësh. Po nuk mund të gënjesh sa jam unë këtu. Po jo s'gënjen dot, pra ja, abuzoj unë me mikrofonin se ti nuk gënjen dot sa jam unë këtu. Ja ku e ke Zvërnecin. Po jo, nuk gënjen. Shive, të gjithë Zvërnecin leje ndërtimi nga Sali Berisha, zonë për zhvillimin e turizmit. Këtu ku është planifikuar dhe projekti. Për kompaninë, shiko, po t'jete një taleje s'ka donë. Shiko, se dhe po gënjen. Jo, fal, kjo leja. Po t'jete një taleje s'ka donë, na që ka, 3 vjet, nuk ka 16 vjet, dhe sikur, le që është e pa vërtet. E para është që edhe personi që ka dhënë lejen ka skaduar. Po unë po flas për gjë tjetër. Po pra ju po gënjeni. Unë po flas për në vitin 2009. Kemi Sali Berisha ka firmosur leje në Zvërnec. Sali Berisha është kryetari i opozitës sot. Jo, këtu është kryetari KRTRSH-s. Zonat e mbrojtura Sali Berisha. Sali Berisha nuk ka dalë Parlamenti Evropian të thotë fuqizo ligjin 21/2024. Tani ky është vendimi. Nuk rrethoj Sali Berisha zonën e mbrojtur, se ju kanë gjetë te fajin e Kasaliu. Po, me Saliu merren vetë, Ejnta nuk do merrem me ty. Meru se ta jep përgjigjen si ta ka dhënë. Indeksi global. Po jo, po gënjen zoti Balla, edhe vazhdo me indeksin.
E vlerësova, po nuk e ka dhënë zoti Berisha lejen atje ku është aeroporti sot i Vlorës. E ke shumë gabim. Po e kam shumë mirë. Ka dhënë leje për aeroport Vlorës dhe ju keni ndruar vendovjen. Me firmë të Sali Berishës, ju keni ndruar vendovjen. Zona e Zvërnecit në 2009, se ky është mashtrimi publik që ju bëni, me firmë të Sali Berishës, zona e Zvërnecit është zonë e pejsazhit të mbrojtur.